Kryeministri Edi Rama priti sot në takim zëvendës ndihmës sekretarin e shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazisë. Kryeministri Rama e uroi për detyrën e re dhe vlerësoi të vyer eksperiencën e tij në rajonin ton. Rama e falenderoi zyrtarin e lartë amerikan për mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Shqipërisë dhe përpjekjeve të saj në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Mëtej, kryeministri Rama e njohu zëvendës ndihmës sekretarin e shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazisë me programin dhe prioritetet e qeverisë shqiptare, me theks të veçantë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kryeministri u ndal edhe në operacionin më të fundit të policisë së shtetit për bllokimin e lojrave të fatit që ushtronin aktivitetin në mënyrë të paligjshme. Në takim u vlerësua kontributi i Shqipërisë në shërbim të paqes së sigurisë globale. Kryeministri Rama siguroi zyrtarin e lartë amerikan se Shqipëria do të jetë në krah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në përpjekjet e përbashkëta për promovimin e paqes dhe sigurisë në botë. Zëvendës ndihmës sekretari i shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazisë i uroi gjithashtu kryeministrit Rama suksese në detyrën e re. Ai e falenderoi për mbështetjen që Shqipëria i ka dhënë rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 2118 mbi Sirinë, duke mbështetur kërkesën e komunitetit ndërkombëtar për të vënë para përgjegjësisë regjimin e Asadit. Zyrtari i lartë amerikan e siguroi kryeministrin për mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian dhe mirëpriti progres raportin e Komisionit Evropian që rekomandon statusin e vendit kandidat për Shqipërinë.